kalon transformim të madh të dekadave të fundit, të paktën këto vite? Po, familja shqiptare po transformohet, falë gjithë realitetit në cilin ne jetojmë, po ndryshon funksionin e saj dhe po ndryshon mënyrën se si po trajtohet marrëdhënia burr-grua apo marrëdhënia prind-fëmijë. Këto janë ndryshime të cilat pa diskutim vinë edhe me ndryshime të tjera sociale të shoqërisë, por janë dhe ndryshime që lidhen me individin që është brenda dhe jashtë saj. Nëse më lejoni, unë po ndalem pak te kjo pjesa, do doja t'i thoja gjithë djemve dhe vajzave shqiptarë, të mbajnë një ekuilibër në zgjedhjen e tyre për sa i takon pjesës të martohen ose jo. Ne shpeshherë dëgjojmë të rinj dhe të reja që nuk duan të martohen, kanë frikë të martohen. Kanë frikë të marrin përgjegjësi. Pikërisht, por unë do të thoja këtë që burrat dhe gratë shqiptarë, pra të rinj dhe të rejat, as nuk duhet martohen për shkak të një presioni social dhe familjar. Që ta ndajmë, kanë frikë të marrin përgjegjësi për të ndërtuar një familje, apo për nga pamundësitë ekonomike dhe sociale me të cilat përballen? Unë mendoj që janë të dyja nga pak. Janë të dyja nga pak dhe bëjnë që të shtyhet kjo mosha e martesës dhe duke u shtyrë pastaj, individi mësohet me vetmin, krijon një komfort zonë të caktuar dhe pastaj nuk martohet